aty është një tabula rasa, territori është i spastruar dhe po vazhdon të spastrohet dita ditës, në mënyrë që ai të jetë një terren bosh për të aneksuar më pas. Ndërkohë që është vetë përmbajtja e detyruar e Izraelit, po mësa bërë me një herë këtë, por për ta bërë gradualisht. Them e detyruar sepse nuk mund të vrasin 1 milion njerëz brenda një javë në sy të gjithë botës, dhe kjo botë që tashmë ka heshtur në një turp të pa precedent të vazhdoj të hesht. Evropa po flet shumë vonë me kostot jashtëzakonshme i jetës dhe njerëzish, mbasi po bën një mea culpa mbasi dhe për të qenë bashkëpunëtore në genocid me avionet dhe me armatimet e saj. Masi ka heshtur, është shmangur ti problemi për kaq kohë, befas tani Evropa për ringjallet të paktën në të folur, se tash ishte edhe Mehmet, Bashkimi Evropian ishte Mehmet në të folur. Ignoron totalisht problemin, i mëshon dhe më shumë Hamasit si një grupim terrorist që para një viti ka bërë një masakër me 1000 të vrarë, por nuk dënonte në të njëjtën forcë, në të njëjtën monedhë, genocidin prej mbi 60.000 të vdekurish, nga të cilët rreth 20.000 janë fëmijë. Po shija dhe një debat të një gazetarit, një Piers Morgan me një ambasadoren izraelite në Londër, dhe i cili i thoshte, ju keni po vrisni fëmijë. Ambasadori përgjigj duke thënë që ne nuk synojmë të vrasim fëmijë. Po, por rezultati është vrasja e fëmijëve. Nëse ju synoni të vrisni Hamasin dhe Hamasi përdor njerëzit si mburoj, atëherë si mund ta kuantifikoni se sa e luftua dhe sa e vrat Hamasin, ndërkohë që i vetmi kuantifikim është i civilëve dhe i fëmijëve të vrarë. Mirë, po këtu pastaj futemi në një kompleksitet, se edhe nëse Hamasi është aq terrorist sa të përdor burojat njerëzore, kam përshtypjen se çfarë duhet të presim më pjesa tjetër. Se populli vazhdon të mbështesë në Gaza në blok Hamasi, nëse Hamasi po i merr në qafë dhe po i nxjerr mish për top. Po pse? Po sepse nuk po është e vërtet që po i përdor për mburoja. Ne kemi parë dokumentar të Al Jazeerës që faktoja kundërta që trupat izraelite atje. Tani në këto kohët e luftës, në fakt mediat merren pak dakord. Edhe Al Jazeera merret pak me rezerva. Dakor, heqim Al Jazeera. Si dhe mediat e tjera, nuk po them. Heqim Al Jazeera, le të japim një rast dje nga CNN-in. Por tani që tunelet, që gjithë infrastrukturën, që çdo para kishte shkuar për të ndërtuar infrastrukturën, që ishin ata të parët që sulmuan, që vranë fëmijë këto, tani kjo është një gjë. Edhe kjo është diskutueshme. Dhe ti pastaj edhe kjo është diskutueshme për mënyrën se si ndodhi pra. Dhe kemi thënë disa herë në këtë emision që tash mund të qenë pretekst për zhdukjen përfundimtare të Palestinës nga harta. Pretekst. Të gjitha mund të jenë, por ne kemi një fakt. Hapja e dyreve, që hajde tani. Ata viktime aty, tani strategji lufte po bëjnë, se ne nuk po kërkojmë të kulluar, ne nuk po themi që njëri është i pafajshëm dhe tjetri më shumë i fajshëm. Unë mendoj se këtu nuk ka një gjykatë ndërkombëtare drejtësia apo penale që ta përcaktoj. Nuk besoj se Hamasi nuk e dinte se cili do të ishte kundër reagimi i Izraelit në raste të tilla, dhe që sepse tani veç me qenë edhe ne që jemi kaq larg, edhe dim se ka një luftë shregullore mes. Kjo është më sjell në mendje një analogji për Kosovën dhe Serbinë. Kur u hoq autonomia nga Miloševići i Kosovës, më duket në vitin 89, të cilën e kishte dhënë më përpara Tito, u ngrit pyetja: a ishte vërtet shkaku i heqjes autonomisë dhe dërgimit tankeve të Serbisë në Kosovë, shkaku që pastaj më pas Kosova kulmoi në UÇK dhe në luftë çlirimtare apo jo? Dhe jep një argument që shiko këta parlamentarët që votuan, dhe vetë kosovarët që votuan për heqjen e autonomisë tyre, dhe që thonin që ishin të intimiduar, më mbrapa disa që votuan kundër, nuk i vrau as i persekutoi njëri. Pra është çike vështirë ta gjesh shkak pasojën, edhe në rastin nuk është se UÇK-ja shkoi në Serbi dhe vrau ata mbrojtën shtëpitë e tyre në shtëpinë e vet. Pse çfarë po bëjnë Hamasi në Palestinë? Shkojnë në Izrael. Po shkojnë në Izrael. Mbasi Izraeli ka vrarë dhjetra dhe qindra mijëra në dekada. Është shumë kollaj, është e njëanshme, është propagandë, ta vesh është një, nëse Hamasi është terrorist, edhe UÇK është terrorist, dhe ishte edhe Shtetet e Bashkuara terroriste për një periudhë caktuar, deri kur pastaj politika e tyre jashtme vendosi që jo, terroristë janë trupat e Miloševićit, tanë aleatët tanë. Terroristë ka qenë edhe Gaddafi, me të cilët Shtetet e Bashkuara kanë bërë politikë. UÇK-ja nuk e ka kaluar territorin e Kosovës që të shkojë dhe të vrasi në sepse Serbia nuk e ka hapur dyert që gjende pretekstin për ta zhdukur nga harta përfundimtare. Tani nuk është se është tani edhe mund t'ja kishte hapur dyert dhe ka pasur provokimin nga më shumë, ka shkuar Serbia, ka vrarë fëmijë në rastin Panda dhe rastin të tjera. Edhe për kullat bijake ka teori konspirative. Ashtu futemi në teorinë, po nisemi në çfarë kemi fakte tani. Nëse ata janë aq kështu sa të tërhiqen terroristët e Hamasit që vranë 1000 disa persona,
nuk e justifikojnë vazhdimin e tha kryeministri gjerman, çdo ushtria e Izraelit sot në Gaza. Por nuk po justifikojnë fare, thjesht po them që nuk mund ta amnistosh Hamasin. Unë jam duke thënë që këtu nuk amnistohet askush. As Hamasi, natyrisht as Izraeli, asnjëra as tjetra. Gjermania, aleati më i mirë i Izraelit sot, kryeministri u shpreh mos na detyroni që edhe ne miqt tuaj më të mirë mos t'ju mbështesim dot më, se nuk mban më muhabeti. Pra, çdo ushtria e Izraelit sot në Gaza, Hamasi është shkatëruar, është dobësuar dhe po vazhdojnë të vrasin fëmijët që përdoren si mburë nga Hamasi, pse është pa kuptim. Çdo ushtria sot atje. Kjo e thënë nga kryeministri gjerman. Pra, nëse Hamasi ka bërë një akt terrorist dhe ka vrarë 1000 veta, ta marrim të mirë qenë. Kjo nuk justifikon ka një disproporcion për mjetet dhe sikur se nuk po e thot njeri këtë, thjesht po them që neve nuk mund të amnistojmë as Hamasin, se dhe amnistimi Hamasit është krim më vetëm. Nëse Hamasi është një organizatë terroriste dhe Izraeli është një shtet demokratik që respekton drejtat e njerëzit, sipas normave të drejtës ndërkombëtare, Izraeli duhet ta kishte bërë kundërpërgjigje dhe mbrojtjen nga territori i tij, në proporcion me sulmin e pësuar. Këto janë norma ndërkombëtare. Kështu që mos respektimi i kësaj norme është një shkelje flagrante të drejtës ndërkombëtare. Nuk ka rëndësi pastaj kur futesh në luftë ka rëndësi. Tanket ka dërguar Putinin në Ukrainë, çfarë do të thosh tani? Po ka shkelur drejtën ndërkombëtare. Edhe nuk u provokua fare nga Izraeli, nga Ukraina. As nuk kaloi. Jemi dakord që normat mund të jenë të brishta, po këto tani normat janë jo, normat nuk janë për të shkelur, nuk janë për të hedhur në plera, se pastaj këto norme kanë mbajtur të rend që nga lufta dytë botërore, që nga karta e San Franciscos. Çdo herë janë hedhur poshtë. Jo çdo herë, sepse ka pasur dhe luftat që i kanë respektuar këto norma. Pra luftë midis ushtrive të shteteve nga territori në territor. Pra kundërpërgjigje me raketa, është Azerbajxhani me Armeninë, ka shtete të ndryshme pra që e kanë bërë këtë. Nuk është e thënë pra që të shkosh të pushtosh territorin tjetër sepse u godite. Aq më tepër kur ka një disproporcionalitet në armatime, nuk mund të godasin me papaqe dhe me Kalashnikov, dhe ti të përdorësh... Edhe me raketa, me gjitha janë goditur ato, se nuk është se goditën me raketa, se goditën me të gjitha. Raketa që Iron i kapshin në Gaza. Po qërën nuk ka rëndësi se me si ka dhe si ka, a je goditur. Dhe jam dakord që nuk mund të presësh të goditesh, po jo pra, sepse ti nëse ti ke një sistem mbrojtës që